i trajton palët në mënyrë të barabartë dhe në mënyrë parimore në këtë proces, si parakusht për sukses në tja jonë. Presidenti Trump e nënvizon rëndësinë e krijimit të bordit paqes aty ku natyrisht Kosova është pjesë me pjesëmarrjen tuaj, zona presidenti dhe me atë vëmendje shumë të madhe që kishte në Davos, përderisa po vjen momenti për ta me një farë forme për ta konkretizuar edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mund të ndajmë diçka për opinionin publik? Ne vërtet ndihemi krenar që jemi bashkuar presidenti Trump, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të tjerë në këtë organizatë ndërkombëtare, e cila themelimin e kishte në Davos, kurse takimin e parë inaugurues e ka shumë shpejt në Washington DC, për shka unë do të udhtoj atje për ta përfaqësuar Republikën e Kosovës. Në këtë takim inaugurues ka shtete që do ta konkretizojnë mbështetjen, ka shtete që thjesht e shprehin përkushtimin i cili më vonë konkretizohet. Ne bëjmë pjesë të kjo kategori e dytë, ne jemi në bashkëpunim dhe në koordinim të vazhdueshëm edhe me FSK-n, e cila ka identifikuar fushat ku mund të kontribuoj, sepse nuk po flasim vetëm për paqen në Gaza, por edhe për paqen në shumë vende të tjera të botës ku Amerika do ta marrë rolin e leadershipit. Dhe siç e dini, FSK-ja, por edhe institucionet tona të tjera, sa herë kemi shërbyer